Një aksident u regjistrua mbrëmjen e së martës në Shëngjin. Policia njoftoi se rreth orës 18:30 në Shëngjin, automjeti tip Volkswagen i drejtuar nga shtetasi KK, rreth 21 vjeç, banues në Lezhë, është përplasur me automjetin tip Mitsubishi i drejtuar nga shtetasi PG, 65 vjeç, banues në Lezhë. Si pasojë e aksidentit kanë mbetur të lënduar të dy drejtuesit automjeteve, si dhe pasagjeri që ndodhej në automjetin Volkswagen, shtetasi DP 19 vjeç, të cilët ndodhen në spital nën kujdesin e mjekëve. Ndërkohë këtë të mërkur, policia bëri me dije se u kryen veprimet procedurale për arrestimin në flagrancë të shtetasit KK 20 vjeç, banues në Barbulloj. Drejtuesi i automjetit që u përplas me automjetin që drejtonte shtetasin PG, 65 vjeç, banues në fshatin Balldre. Të dy drejtuesit e automjeteve dhe pasagjeri që u dëmtua nga aksidenti vijojnë të jenë në spital në kujdesin e mjekëve.